Të nderuar shikues, ja tek ritakojmë sërish së bashku këtu në intervistën e ditës në Dritare Televizion, ku do të ndalemi sërish tek çështja e 21 janarit në vitin 2011, ku në këtë lidhje të drejtë për drejtë do të kemë avokatin Spartak Ngjela, të cilin e përshëndes në këtë momente. Zoti Ngjela, ju përshëndes. Mirëdita. Kënaqësia është ime, zoti Ngjela, që ju kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Do të ndalemi së bashku tek çështja e 21 janarit të vitit 2011. Aktualisht nga dita e sotme bëhet 15 vite nga dita e vrasjes së 4 protestuesve përpara kryeministrisë. Avokat, a keni besim se do të zbardhet çështja e 21 janarit? Po deri tani është zbaritur sepse nuk e ka pas Spaku. Tani unë mendoj se e dini që e ka marrë Spaku. Dhe kanë thënë dhe Saliun në një seancë, apo jo? Që të sqarojmë me njerëzit. E qartë, por Berisha por Berisha ka deklaruar se ai nuk ban përgjegjësi morale për çështjen e 21 janarit. Si e komentoni këtë? Ku flitet të për përgjegjësi morale, këtu flitet për përgjegjësi penale, zotri. Janë vrarë 4 persona. Pa nga zyra e tjerë është urdhri. Janë vërtetuar tëra si do të shikoni. Nuk e kemi hetuar ne çështën, zotri, ka ardhur nga ndërkombëtarët. E incizuar të paktën sipas burimeve të mia. Do shikojmë se ka filluar Spaku. Nuk e dini ju që është filluar në Spak kjo çështje? Pa diskutim. Po se dini atëre kocam keni pyetur. Pa diskutim, zoti Ngjela, ne kemi të informacione, ndaj deshëm t'ju bëjmë një pyetje sy e për gëzonin. Atëre, përdere vazhdoj unë. Përderisa është në Spak, po, Spaku nuk e drejtojmë ne. E drejtojnë strukturat më ndërkombëtare që kanë ardhur në ndihmojnë për luftën kundër korrupsionit. Të shikojmë se çdo ndodhi, çdo si do veproj Spaku, po e di pak nësa kanë parë nga media, kanë thritur njerëz Saliun. Ka idim. Kurse çështja është e rëndë, janë vrarë 4 persona, zotri, nuk është gjë e lehtë. Ajo është një dëm i madh historik për Shqipërinë. Po kush e ka fajin do ta zgjidhë Spaku. Ka idim ne. Dhe Spaku e ka marrë me seriozitet të madh, me ekspert ndërkombëtar atje e gjitha. Të shikojmë tani se si do ecin çështja, dhe dim që kanë thritur dhe Saliun, Spaku e thriti dhe Saliun në pyetje. Ju personalisht, zoti Ngjela, keni besim se Spaku do ta zbardhë këtë çështje? Spaku nuk drejtohet nga ne, zotri. Ja u kam thënë, po ju s'besoni. E qartë. Ikni shihni se atje i keni ekspert ndërkombëtar. E qartë. Spaku nuk drejtohet nga ne, na i kanë bërë favor, survërqia e madhe, që të heqim korrupsionin në Shqipëri. Ishtë presidenti Amerikan që fori i pari, dhe tha që do të heqim korrupsionin në Shqipërisë. Unë kam besim që Spaku do të heqë korrupsionin në Shqipërisë. Keni parë se sa janë në akuzë. Është kryeministra në akuzë, është kryeministra në akuzë, janë ministra në akuzë, janë ish parlamentar në akuzë. Ku ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri kjo? Spaku, mendimi im është, do shpëtojë Shqipërinë nga korrupsioni. Ky është mendimi im. Pra mendoni që do të shkojë drejtësia në vend? Si ka mundësi që të mos japi Spaku drejtësi, kur Spaku drejtohet, ashtu instruktohet nga ekspert më dhejnë ndërkombëtar. Akoma se dini ju. E qartë, zoti Ngjela, ju kanë ardhur sipas thënies së presidentit amerikan, që tha ne do t'ja heqim korrupsionin në Shqipërisë. Pse nuk e dini ju që ka pasur një korrupsion gjigant këtu? No, e di media këto se dhe njeri. Mua do më pyesni, ky është një shtet që ka qenë i mbytur nga korrupsioni. Spaku po bën punën e vet. Ka kryeministër të pandehur, ka ministra, ka zonë kryeministra të pandehur, që pak janë bërë. Tani do kanë filluar gjyket, shikojmë se thotë dënojnë. Pardon, ç'kishte tjetër? E qartë, zoti Ngjela, ju gjithashtu, zoti Ngjela, ditën e sotme në Facebookun tuaj keni cilësuar si një komedi reagimin e Partisë Demokratike për një dokument historik të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër PS-s. Si e komentoni këtë status që ju keni postuar në rrjetin tuaj social Facebook? Çfarë kam thënë? Ju ditën e sotme, zotin Gjela, në rrjetin tuaj social Facebook, keni cilësuar si komedi reagimin e Partisë Demokratike për një dokument historik të SBA-s kundër Partisë Socialiste. Ku kemi dokument kundër Partisë Socialiste? S'ka. Më tregoni ku dokumenti kundër Partisë Socialiste nga Washingtoni. Ky është një postim që keni bërë ju në rrjetin tuaj social Ore Facebook. zotria, ka apo s'ka, të lutem? Ka nga Washingtoni goditje për PS-n ose jo? Ma thoni. Unë them s'ka, deri tani. Kaq. Derisa s'ka, gjitha të tjerët janë komedi. Vazhdo, keni tjetër. Ndaj ju e keni qenë komedi, kjo ishte pyetja zotin Gjela. Lere zotrin, nuk ka deri tani. Çka më duhet që kam quajtur unë? Pyetja bëhet ka apo s'ka, nuk ka. Atëherë vazhdojmë tutje. Ç'a kishe? Gjithashtu, zotin Gjela, në ditën e shtunë, në datën 24 janar, është protesta e radhës e Partisë Demokratike e kryesuar nga zoti Berisha. Gjithashtu, zoti Berisha është deklaruar se ai nuk do të ndalet. Si e shikoni deklaratën e tij? Dëshpërim. Ku do ndalet, s'ka vota. Kjo është. Si jeni këtu juar, si media, ku ka vota? E atë shikojnë se do t'i dalën atje. E keni parë se i kanë dalë në këto foltorët në këto? Ku ka vota? Po s'ke vota, zotri, duhet ikësh. Ose do diskreditohesh. Ka dim, tjera të më duhen. Po që s'ka vota, s'ka, sepse po kuptohet që nuk kam përkras. Me këtë mbaron biseda ime. Tjetër, kishit? Foltoren e Ervin Salianit si e shini në Partinë Demokratike, zoti Gjela? E shini si përçarje tek Partia Demokratike, apo e shini si një ribashkim për demokratët dhe Partinë Demokratike? Nuk di çfarë them. Të shikojmë se si do precipitojnë në kohë. Ajo është fillimi. Çfarë të thënë? Mirë, po e presin, shikojmë. Duhet me prit. S'mund fritet ashtu qesim. Unë të paktën nuk flas kot. Kur ta shikoj se si do ta ketë përkrajen, se çfarë programi ka, atëherë do kem dhe unë mundësinë të flas për këtë çështje. Gjithashtu, zotin Gjela, do të ndalemi edhe tek ftesa e presidentit Trump për kryeministrin e vendit, zoti Rama. Ju si interpretoni këtë ftesë për bordin e paqes? Po është vlerësim që i bëjnë Shqipërisë, jo Ramës. Thresën dhe kryeministrin shqiptar do të thotë që vlerësojnë Shqipërinë. Vlerësim i madh ai për Shqipërinë. Nuk diskutohet. Ai përforcon. Pastaj se kush është kryeministri në Shqipëri nuk e kanë ata në dorë. Ato thresin kryeministrin sepse respektojnë aleancën me Shqipërinë. Kaq. Ato vej kryeministri shqiptar. Çka ka këtu për të shqetësuar? S'ka ne gjë. Do vej kryeministri shqiptar dhe është nder që i bëjnë Shqipërisë, që e kanë futur në këtë strukturë ndërkombëtare. Mori fund. Ai përforcon kjo marrëdhëniet me politike Shqipëri dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkuarja e kryeministrit të vendit? Ma vjen shumë keq, nuk e dini ju që ne kemi marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shtete? Shqipëria ka marrëdhënie të ngushta me ta? Ku do vjen më të ngushta? Shqipëria është partneri tyre kryesor në Ballkan, zotri. Ka marrë fund, ne jemi partnerët e tyre. Aleatët e tyre kryesor në Ballkan është Shqipëria. Dhe këte e kanë shprehur botërisht. Ka marrë fund. Ish presidenti Amerikan tha që ne do t'ja heqim korrupsionin në Shqipërisë. Ja kanë ndërtuar SPAK-un. Pse ne e drejtojmë SPAK-un? Ikni shikojni ekspertë e ujeti. E para. E keni parë se sa janë arrestuar. Dhe se sa janë në proces dhe sa janë thirrur si të pandehur me kryeministre, kryeministre, ministre, ku ka ndodhur ndonjëherë kjo në Shqipëri? SPAK-u e ka sjellë. Po SPAK-u është ndihma që po ne hapin ndërkombëtarët, sidomos Washingtoni që të shpëtojë Shqipërinë nga korrupsioni. Kaq. Dhe unë mendoj që do ketë goditje të tjera të rënda antikorrupsion.
reagimin e opozitës si e keni parë zoti Ngjela për ftesën e kryeministrit Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e bordit të paqes? Ku diun se kam dëgjuar fare çka ka thënë. Ku dëgjon? Zotri, unë politikën që se besoj nuk e dëgjoj. Ku e dëgjojnë ata? S'merr fare me ata. Më tregoni çka ka thënë, t'ju them. Çfarë ka thënë, më thoni t'ju them. Mendimin tim. Unë s'di fare. E para punës një herë që do të keni parasysh një gjë, se me mua do të jeni serioz. Po. Kryetari i Partisë Demokratike është non grata në Amerikë. Mua çam dini ju? Anti-perëndimare? Nuk fritet me mua për atë. Ai është non grata në Amerikë, keni pyetje tjera. S'mund të flasim për atë çfarë. Non grata në Amerikë, zotri. Ka marrë fund ajo çfarë? Për korrupsion dhe për veprimtari anti-amerikane. Kishit ndonjë pyetje tjetër? Zoti Ngjela, gjithashtu është ftuar edhe presidenti e Kosovës Vjosa Osmani. Si shihet kjo që... Shumë mirë. Zoti Ngjela, si shihet raporti që kemi të ftuar edhe kryeministrin e vendit zoti Rama, por gjithashtu edhe presidenten Vjosa Osmani? A shihet si një raport i mirë, si një pozicion i liderëve? Vlerësim shumë i madh për botën shqiptare në Ballkan. Ka marrë fund ajo. Vlerësim shumë i madh. Të dy shtetet shqiptare janë atje. Zotri, po flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu apo po flasim për një koloni? Ju lutem më një. Si unë flitet kështu? Është deri madh që bëhet botës shqiptare, edhe Shqipërisë edhe Kosovës. Ajo diskutohet. Kështu do ta kishte filluar pyetja. A është deri madh kjo që bëhet? Nëse janë mërzitur, ka këtu struktura anti-shqiptare që janë mërzitur, ç'më duhet mua me ato? Keni tjetër pyetje? Zoti Ngjela, unë ju falenderoj që ju pata në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Edhe unë gjithashtu. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me avokatin Sparta Ngjela. Ne së bashku kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ju falenderoj.